Ndërtimi i urës së Domit ka lehtësuar lëvizjen e banorëve të fshatrave Dome Zallrip në njësinë administrative Gurrë në bashkinë e Klosit. Që nga ndërtimi i urës banorët kanë shtuar automjetet pasi tashmë nuk ka rrezik që të kalojnë mbi të siç ndodhte në urën e vjetër tip pasarel, por banorët dhe drejtuesit e mjeteve që e përdorin këtë rrugë kërkojnë që të ndërhyet në shtrimin e saj. Drejtuesit e mjeteve kërkojnë që Bashkia e Klosit të ndërhyjë tashmë në këto dy fshatra për shkak se automjetet e tyre po amortizohen. Madje në këto fshatra ka edhe banorë që vijnë nga fshatra të tjerë. Ata shprehin se tashmë këto dy fshatra duhet të jenë më afër Klosit e Burrelit, pasi ju është ndërtuar ura. Një tjetër problematik është edhe mungesa e energjisë elektrike, pasi prej 48 orësh ka ndërprerje. Ma keq s'ka, domethënë këta thonë kemi punu, kemi ashtu, ne kemi do bë politik, ne do galu rastisht, por rruga kudo që shkosh, rrugët reale janë për faqe të zezë. Ka vonë kush dërm ta, kanale s'ka asnjë gjë. Rrugë lidhet se për shembull fshati Dëm, lidhet me është një pjesë e Franksit, Ballç quhet me të hënë, që lidhet atje. Lidhet me Rrypën prap, është Rrypa, Knej, sipër, komplet, domethënë janë 3 fshatra që lidhen. Është bërë ura jashtëzakonisht mirë, po të shtyr kjo rrugë, bësh atë urë, të lash këtë rrugë kështu, kjo nuk e kuptoj. Bëj një gjë, thotë kemi bën urën, ne kemi bën, po nuk duhet ura, duhet rruga, duhet kanalet, duhet dritat, çfarë duam na. Të gjithë fshatrat me probleme. Kudo që të shkosh, unë ka rastisht që kam shku, kudo që të shkosh, jam me probleme. Unë nuk jam banor i këtij fshati, jam nga Batre Madhe, po ne kemi tokat Ballçi komplet, kemi 7-8 delim tokë që janë të Batrës Madhe. Edhe kalojmë për këtë rrugë. Edhe kalojmë nëpërmjet tu se morim banë sepse s'kemi rruga ne. Edhe Frankthi po lidhet, që ka edhe shtëpia. Ka 4-5 shtëpia, ka edhe tokën atje. Dhe kjo rrugë kjo s'është funksionale, atë shifë s'është kjo ja shem këtu. Atje ka prap rrezik shemje, kjo është jashtëzakonisht. Para ndërtimit të urës, problem më i madh ishte ura e rrezikshme pasarel, por tashmë banorët e fshatit Dome Zallrip kërkojnë edhe ndërhyrjen në rrugë apo vendosjen e shërbimit të grumbullimit dhe tërheqjes së mbeturinave.